Welcome to the weekly Mirë press se vini në briefing of informimin Helsinki javor Special të dhomave të Agents, specializuara të where we aim to Kosovës, provide ku journalists synojmë të updates ofrojmë on the gazetarëve latest informacion të developments përditësuar mbi zhvillimin and e the fundit në opportunity to ask gjykatë questions. dhe mundësinë për të bërë pyetje. In the Pjetër Shala case, Në the çështjen appeals gjyqësore panel Pjetër is Shala, scheduled paneli for i apelit ka pronouncement of caktuar the appeal shqiptimin e judgment in gjykimit the të case apelit për këtë for çështje Tuesday, the për të 15th of martën, July, 15/3/2025 at 10 në a.m. orën 10 të paradites. The trial panel Trupi found Mr. gjykues e Shala shpalli guilty zotin of Shala the fajtor crimes për of krimet e arbitrary luftës, të detention, ndalimit arbitrar, torture, and murder torturës dhe vrasjes on së the 16th paligjshme of July, më 16 korrik 2024, 2024 and dhe e sentenced him dënoj to a me prison 18 sentence of vjet 18 burgim, years with duke credit for llogaritur time served. kohën e kaluar në paraburgim. The judges also Gjykatësit issued lëshuan edhe revocations of urdhrin order për in çdëmtim respect of the lidhur me victims in this viktimat në këtë case, çështje, ordering e Mr. urdhëruan Shala to zotin pay a Shala sum të of paguante shumën prej 208,000 euros 208.000 in eurosh si compensation kompensim për domin for the fizik, physical, mental, and mendor material dhe harm material inflicted që u on the kishte victims of the shkaktuar crimes viktimave të for which he krimeve was për të convicted. cilat u shpall fajtor. Mr. Shala Zoti appealed Shala the apeloi judgments and aktgjykimin indicated dhe he seanca e waived his apelit u appeal in mbajt May në of maj this të year. këtij viti. The Court of Paneli i Appeals gjykatës can së apelit reaffirm, mund ta lërë në reverse, fuqi, or revise the prapsoj ose judgment ndryshoj of the aktgjykimin e trial. trupit gjykues. The Shala Mbrojtja e defense has Shalës also ka filed a dorëzuar separate pashtu appeal apel më in vete preparation kundër for urdhrit për trial. çdëmtim. In the trial of Në Hashim gjykimin e Thaçi, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, the trial trupi panel gjykues decided vendosi not to javën e shkuar entertain two lidhur me dy requests of the kërkesa nga prosecution prokuroria for për pranim admission of provash. In one Në një prej decision, the trial vendimeve, panel trupi granted gjykues a miratoi motion by the mocion e prosecution prokurorisë për të to pranuar admit si evidence prova a number of një numër documents dokumentesh që kanë concerning të alleged bëjnë me murder viktimat e victims in the pretenduara të case, vrasjeve të paligjshme në rejected këtë a çështje request from the gjyqësore, prosecution por rrezoi to kërkesën e add an prokurorisë additional për të item shtuar një material to the tjetër exhibition në of listën e evidence. provave materiale. In the other decision, Në the trial vendimin panel tjetër, granted trupi for gjykues miratoi request to pjesërisht admit a kërkesën number për of pranuar një numër international raportesh court ndërkombëtar confessions, si prova, admitting some ku pranoi requests disa by the prej tyre të prosecution kërkuara nga and rejecting prokuroria others. dhe nuk pranoi pjesën tjetër. In terms of next steps in Sa the përket case, the hapave të defense ardhshëm teams në have këtë indicated çështje, their intention ekipet to e file a mbrojtjes kanë bërë me motion dije synimin e tyre seeking the për dismissal të of dorëzuar some mocion ku or do të all kërkojnë or rrëzimin all e of the disa charges. ose të të gjithë akuzave. According to Rule Sipas 130, rregulls the 130, panel trupi may gjykues dismiss mund të some or rrëzojë all disa charges ose të gjitha if there is no akuzat në evidence qoftë se nuk capable of ekzistojnë supporting prova the në conviction mbështetje të një beyond vendimi a reasonable fajësie doubt. jashtë dyshimit të arsyeshëm në lidhje me This akuzat written në submission fjalë. from the defense Ky is parashtrim e expected in shkrim nga June, mbrojtja pritet after në which the qershor, prosecution will pas të have 30 cilit days to respond. prokuroria do të ketë 30 ditë për të përgjigjur. After this, the Pas trial kësaj, panel will trupi decide on gjykues any do të vendos request for lidhur me dismissal of kërkesat për charges. rrëzimin e akuzave. Pending the outcome Gjatë of kohës this që pritet decision, dalja e vendimit, the defense will mbrojtja duhet indicate të whether it informojë plans nëse to present the planifikon të case paraqes and how prova many dhe witnesses, dhe how nëse many po, witnesses, sa and how dëshmitar many it plans to call. planifikon të thërasë.